Ne kemi agronom nga Trajasi, kemi njerëz janë me grada shkencore që janë të aftë të më t'japën mend edhe atij që thot 5 veta edhe atyre të tjerë edhe Sandrit edhe atyre banditëve të tjerë që janë ndaj Kraça janë ndoshta janë dhe popull se s'më lejohet të flas me një gjuhë të tillë. Por edhe diçka. Mbrëm duke marrë shkas nga një emision që ishin të dy ata të Akukut, ta çanin ato drejtoritë e tyre, që thoshin që janë vetëm 35 litra në dërmi, ata po mashtronin. Ata të sjellën kadastrën ujore të Bashkisë Himar. Bashkia Himar ka më shumë ujë se sa kjo, rajoni jonë. Ka shumë herë më shumë. E kam thënë edhe herë tjetër. Po të fillosh nga hidrocentrali i Sasarit, të fillosh pastaj nga Ftera, nga Borshi, nga Dhërmiu, nga Palasa, që kanë dhe ata burime më të vogla, vërtet, ata, dhe është diçka tjetër. Ne si popull nuk na intereson. Ne nuk jemi në radhë të parë që të mos merret ujë një herë, të mos merret ujë në zonën tonë, në atë zonë atje s'ka si të kaloj nga basen në basen. Sepse këtu merr Radhima, këtu merr dhe nuk jemi njerëz që protestojmë dhe themi që uji shijoni. Nuk e kemi thënë këtë ne. Ky ujë ka kaluar në Dukat. Ka kaluar në Dukat në pjesën në kohën e monizmit. Në kohën e monizmit ishte ka qenë 10 herë më shumë ujë se sa është sot. Mbi 10 herë. Domethënë nuk është se ne jemi specialistë ta themi kështu, po ne jemi njerëz që banojmë këtu dhe shikojmë nivelin, si bie niveli. Kur thoni 10 herë, e keni fjalën vetëm për këtë burimin që shoh unë apo edhe për burimet e tjera? Të gjitha burimet së bashku, këto funksionojnë njësoj të gjithë burimet. Se më thanë që disa burime s'ekzistojnë më. Jo, ato janë zhdukur ato. Ato janë të vërteta, ja ku ke. Po, janë tharë. Po. Ato burime janë tharë. Janë tharë ato, kanë mbaruar. Këtu dhe nuk merr më burimin tjetër. Tani kjo që derdhet këtu është ka pas marrë dikur Radhima apo mirë Radhima, mirë te Pashalimani, aty ato kanë mbaruar, Pashalimani s'merr asnjë pikë aty. Kanë mbaruar aty. Pra ato ka ikur ai uji. Nuk mbet fjalë sot. Po, do kalojnë direkt. Po nuk mbet fjalë. Tash ti